A u ndjeni ndonjëherë sikur jeni bllokuar në një rreth vicioz? Sikur mendimet tuaja ju mbajnë peng në të kaluarën ose në frikën për të ardhmen? Sot, në Limotiv, kam përzgjedhur disa nga thënjet më të fuqishme të historisë, që kanë fuqinë të ndryshojnë rrënjësisht mënyrën se si e shihni botën. Qëndroni deri në fund, sepse thënia e fundit mund të jetë pikërisht ajo që ju duhet të dëgjoni sot. Sokrati ka thënë: sekreti i ndryshimit është të përqendroni të gjithë energjinë tuaj, jo në luftimin e të vjetrës, por në ndërtimin e të res. Mos e harxhoni kohën duke u munduar të korrigjoni atë që nuk ekziston më. Fokusoni te ndërtimi i së ardhmes tuaj, pikërisht tani. Seneca na kujton një të vërtetë që shpesh e harrojmë. Ne vuajmë më shumë në imagjinatën tonë se sa në realitet. Çlironi veten nga skenaret e errta që krijon mendja juaj. Viktor Frankli shkroi: midis stimulit dhe reagimit ekziston një hapësirë. Në atë hapësirë qëndron fuqia jonë për të zgjedhur reagimin ton. Ju nuk mund të kontrolloni gjithmonë çfarë ju ndodh, por keni fuqi të plotë mbi mënyrën se si përgjigjeni. Mark Twain ka thënë: sekreti i të eculit përpara është të fillosh. Shpesh humbasim në planifikimet pafundme, duke harruar se suksesi vjen nga guximi për të bërë hapin e parë. Aristoteli na mëson në rëndësinë e rutinës. Ne jemi atë që bëjmë vazhdimisht. Prandaj ekselenca nuk është një veprim, por një zakon. Ndryshimi i madh nuk vjen nga një lëvizje e vetme, por nga disiplina e përditshme. Konfuçi na jep një mësim mbi durimin. Nuk ka rëndësi sa ngadalë ecni, për sa kohë nuk ndaleni. Vazhdimësia është çelësi i vërtet. Mos u krahasoni me shpejtësinë e të tjerëve, por me vullnetin tuaj. Poeti i madh Rumi shkroi: plaga është vendi ku drita hyn tek ju. Mos i shihni vështirësitë tuaja si fundin, por si një derë të hapur drejt një versioni më të fortë të vetes tuaj. Lao Tzu na kujton fillimin e çdo gjëje. Udhëtimi prej 1000 miljesh fillon me një hap të vetëm. Çdo arritje e madhe që shihni sot ka filluar me një vendim të thjeshtë për të provuar. Dhe sfundmi, mbreti filozof Marcus Aurelius: nuk është se kemi pak kohë, por se humbasim shumë prej saj. Përdorni kohën tuaj për gjërat që vërtet kanë rëndësi. Jeta po ndodh pikërisht tani. Cila nga këto thënie ju bëri të reflektoni më shumë? Shkruani mendimin tuaj në komente. Nëse ky mesazh ju shërbeu, mos harroni të bëni like dhe të bëheni pjesë e kanalit ton duke bërë subscribe. Ju falenderoj që ishit me mua sot. Shihemi në videon e ardhshme.